Faleminderit që jeni bashkuar edhe në një rrëfim tjetër sot në Kosova Gjallë Podcast. Jam shumë e sigurt se nuk do të zhgënjeni nga kjo bisedë që do ta kemi sot, me që është mysafirja ime sot është nga ato që ekranin e njohu shumë herët. Ka gisht në shumë prej emisioneve që na kanë mbajtur të mbërthyera pas ekranit, por në historinë e suksesit të Kosovës ajo zë një kapitull shumë të rëndësishëm, është e dëshmuar edhe në sport dhe në biznes, ndër gratë pionere kudo që ka shkelur dhe çdo vend ku ka hyrë ka lënë më të frymëzuar dhe më të fuqishëm se ka gjetur. Linda Shala, faleminderit që na bashkove sot në Kosova Gjallë Podcast. Faleminderit Gili për ftesën edhe për këtë fjalë bukura, faleminderit. I meriton, me që nuk është e vështirë, tashme gjithë e din kontributin me që keni një kohë gjatë, edhe jeni e pranishme në shumë fusha njëkohësisht, po e filloj fillimisht me gazetarin, me që e kemi një profesion të përbashkët, si që pash e ka nis këtë nga një punë vullnetare, me që nuk doni të hyni në comfort zone dhe ta kaloni kohën këtë, si nisi gazetaria për ju? Unë realisht takimin me media e kom pas shumë herët. Kom pas fatin me shku në shkollën fillore në Prishtinë, tash Fajkonica, atëherë Aca Marović, dhe ne përballë kemi pas ndërtesën e radios, Radio Prishtinës atëherë. Edhe qëfë si fëmijë, realisht kom pas fatin me u angazhu në radioprogramet e televizion e Radio Prishtinës, programet e fëmijëve atëherë. Gazetarët e atëhershëm të programeve na rekrutojshin aty prej shkollës afër, edhe faktikisht qyshën fëmini unë kom pas që ato përvojat e para mediale në programin e fëmijëve të Radio Prishtinës, Kolovajza e së dielës, ka qenë një emision i cili u emitoi këtë dieleve, pastaj në Radio Dramë dhe kështu në aktivitete tjera. Dhe aty fillon ajo një farë, ajde me thonë një farë dashnia, unë nuk i kom hezitu këtij prezentimit publik, ndoshta temperamenti ka qenë që ashtu që prej fëminis, kom recitu, kom vallëzu, kom edhe pas asaj ka qenë ajo faza radios, normal madje kom qenë aktivitete shkollore, dhe kur kam qenë shkollën e mesme, në vitin e 4 para përfundimit të maturës, realisht vjen një ekip e televizionit të Prishtinës atëherë me xhiru diçka në shkollë, një historie, dhe unë kom qenë kryetare e shkollës, po them gjithmonë jo marr me aktivitete. Edhe edo një intervist edo një intervist për aktivitetet e trive në shkollë, edhe në atë kohë gazetarja Zana Kada i pëlqej mënyra që unë e flasë dhe komunikoj, edhe më thotë apo vjen me qenë bashkëpunëtore e emisionit, atër ka qenë emisioni për gra, ato edhe unë i thash po. Shpesh e përmeni, thomë, punën e parë, nuk më ka shti kërkush në punë, do me thonë, e kom siguru realisht vetë. Në shkollë? Po, në shkollë. Unë e kom fillu shumë herët me punu, do me thonë, në 17 vjetë kom nisë me punu, edhe faktikisht unë e filloj një kohë si bashkëpunëtore, mandej, e gjej vetëm pëlqen televizionin, pëlqen media, kogja mirë zhvillohna, mandej, ideja ishte me fillu me një emision të rive, edhe vinë koleg Leg Zherka, i cili ma nuk jetën, vjenë në televizion në atë kohë punësohët, edhe me Lekën e filloj me emisionin e të rive Ritme Rinore. Ajo emision është emitu një herën mujtë, ka qenë një ndër emision ashtu pak ma avangard për kohën, edhe realisht unë është bona gazetare me plot kuptimin e fjallës, edhe kom punu deri në vitin 90, kjo më donë është prej vitin 1984, deri në vitin 90, në radio televizionin e Prishtinës, dhe realisht kom mendu që gjithmonë kom e qenë gazetare. Pa të adhon para disa vjetëve, Linda në ndërkohë realisht ndronë shumë profesione, shumë po një gazetare pa të po një intervjist para sa vjetëve për gazeta, atër të është mos kemi gazeta, dhe menoj që e ka bo një përkufizim shumë mirë për mu, titull ka qenë Linda afariste me shpirt gazetari. Unë menoj që unë e komet gazetar, pa marrë parasysh që nuk punoj si gazetare. Unë mendoj që gjithë mbesim gazetar. Unë kom bet gjithmonë
ajo linda gazetare e cila mandej sfidat e jetës e kanë qu edhe në ujra tjera. Mandej keni pas një rol shumë të rëndësishëm në radio televizionin e Kosovës. Po, ajo është një fazë njësoj shumë e jashtëzakonshme e jetës teme. Unë e vlerësoj shumë atë fazë, sepse i takoj një gjenerate e cila me të vërtet është ballafaqur me shumë sfida dhe me shumë faza interesante të zhvillimit shoqërisë dhe të jetës. Edhe në vitin 90 mbyllet televizioni i Prishtinës nga regjimi Miloševićit. Unë nuk jam gazetare, që aty filloj me ato aktivitetet e mia të ndërmarrësisë që po i quajmë tash, po atëherë ka qenë me mbet gjallë. Edhe realisht pas përfundimit të luftës vjen një ftesë për me u bashkangjit në televizionin e Kosovës, i cili atë kohë ishte një projekt emergjent, si ish punëtore e televizionit të Prishtinës. Na zgjedhën, i kishin bërë disa që pak që janë matri, që e din gjuhën, edhe në mesin e atyre kom qenë edhe unë, edhe vendosi me shku, edhe pse unë në ndërkohë mersha me krejt disa punë tjera, vendosi me shku në televizion të Kosovës, në farë mënyrë me dhonë edhe unë e kontributin tem për Kosovën, për shlirimin e vendit, edhe se i thësha vetit lind luftën e kipan televizor, duhet me shku. I ku patalion krejt aktivitetet e mia, edhe pa ta shku në televizion të Kosovës. Ka qenë një përvoja zakonshme për faktin se me ndërtu një medium prej zeros, prej kurçkafit. Do me thonë, na, s'kemi pas disa as kamera, as pajisje. Dhe faktikisht krejt ka qenë ajo një farë improvizimi, realisht, me fillu me një edicion të lajmeve, 30 minuta, edhe me u zhvillu televizioni, me program, edhe me një skem programore gjithë ditore, dhe me fillu me projektet edhe me emisionet e cilat edhe sot vazhdojnë në televizionin e Kosovës, është një përvojë e jashtëzakonshme. Do të thonë, unë e kom pas qatë fat, edhe e kom dhonë maksimumin, edhe me shumë pasion kom punu në qatë kohë në televizion. Ka qenë një përvojë për cilën mendoj që sigurisht se do të gjej kohë, së shpejti më ullë edhe me shkrujt, sepse ka qenë një entuziazëm i pa përshkruar. Ka qenë një moment kër e kemi gjiru në programin e vitit 3, 1999 për 2000, do me thonë, në bibliotekën kombëtare, në ata amfiteatrin, edhe kur kemi pas 3 kamerat të cilat nuk kanë pas signalizim, do me thonë, ashtë i gjiran këngëtarët e valtarët, edhe nuk din cila kamerë se s'kan pas drita, në është shumë. Edhe kurse haroj, kanë qenë kamermanat tonë atë kohë, të cilët u dushin me qu dorën. Do me thonë, që kjo kamerë po gjiron tash, ajo kamerë po gjiron tash, edhe na do gazetarë që aty mi aumajt kablat, edhe aty është një moment krucial për televizionin e Kosovës, sepse ishte në drejtar Erik Lehman prej Zvicrës, se unë mendoj që ajo është një ndër kontributit më të mëdhaj që na e kemi sot televizion, se televizioni ka nisë si projekt emergjente dhe ka pas një fazë kur ka me vepru dhe mu ndërprej. Edhe a i erdë me këshyrë shka jemi të bo, se kjo ka qenë punë, kretë punë mëlletare, nuk kemi pas as bugjet për program vitit 3, as ka qenë planifikum. Projekti, 30 minuta lajme, sa me informu popullin për kretë qka po ndodhë. Edhe erdë Erik Lehman edhe po shet qka po bojmë na, edhe po gjirujmë edhe unale dhe po më thot Linda, qka e një të bo? Unë e normal, hajde po bojmë diqka. Thash na po bojmë një program vitit 3, diqka duhet me javë shumë populli. Edhe a i kure pa kretë atë entuziazm edhe atë përkushtimin ton, tha, jo e meritani televizionin. Edhe a i, masi që u kryqaj programi vitit 3... Pas ka qenë produkt i entuziazmit juaj? Seriosisht po. A i vendosi shkoj për Japoni, kontaktoj me qeverinë japoneze, edhe qeveria Japonisë na e bën donacion komplet pajisjet për televizion.
Ne kemi pas pajisje të rënd prej OSB-s, nuk e di as vetë kush, domethënë as pajisjes kemi pas tonat. Edhe realisht bëhet çaj donacioni i kogja i fuqishëm për pajisje, edhe normal në aspektin legislativ, ma ndë insistuat me unë mikun, anë këne më bot një farë ligji për televizionin e Kosovës, e nësë kemi pasas, kemi qenë më si një subjekt ashtu emergjent, thash. Edhe po, kemi punu shumë, edhe e kom pjesën e karierës teme që e kontributi im për televizionin e Kosovës, është një pjesë shumë ndryshme e jetës teme, e duat pjesë edhe tash isha në këtë festivalin e Kongës dhe besam që unë një mirë sepse një ndër andrat, hajde të themi, ka qenë me bo dhe qatë festival, unë e kom paramendu si akorde atëherë, po në atë kohë, na e kemi njës familje moderne, i kemi njës programet arsimore, kemi njës show programet, kemi njës programe që nështë edhe janë ndryshu, po mendoj që jam një kontribuse e vogël në vuarjen e themelit të radio-televizionit Kosovës. Programe që mbesin vështirë të i kalushme dhe sot, kur po flasim tash, kur ka hin lojë dhe AI edhe shumë aspekte tjera, por nuk keni kontribu vetëm radio-televizionin e Kosovës, keni dhe në kontribut ma ndaj edhe në televizionet e tjera, dhe në emisionet e tjera. Por qëka është diçka që e keni mësun nga gazetaria dhe ju ka shërby shumë ma ndaj në biznes edhe në gjithë fush? Po, sigurisht, lidhja eme me televizion, tham, është prej fminis, kushtimisht, me 17 vjet i lidhësh për medium, edhe ma ndaj kom pas fatin që kur jam largu për televizionet Kosovës, unë kom vazhdu me majt lidhjet me televizione, shoku jam Lek Zhirka ka qenë drejtor në KTV, shoqë jam e Afrodita e nisi televizionin 21, dhe me thonë, edhe mandej qatë përvoj time, edhe qatë tjarë zakonshme që e kom pas gjatë punës time në televizionin e Kosovës, dhe me thonë, e kom ofru si shërbim, edhe për ta kolekte meja, dhe në rastet zakonshme, kur kemi bo projekte, mandi, unë kom vazhdu me rol bilegun me bo videofestin muzikur. Unë e moj me si fëmije, kom qyrë gjithë. Po, videofestin cili ka qenë një event jashtëzakonshëm për atë kohë, edhe i cili realisht nuk mu i kemu bo me një televizion. U dushim u bashku forcat e tri televizioneve të atërshme që kanë qenë kryesore, edhe e bëjshim bashk. Edhe ajo ka qenë, edhe ajo është një pjesë shumë e bukur, se realisht krejt ajo në konë konkurent me zveti. Po, videofesti i bashkoj ke krejt. Do me thonë, se na vyke kjeri reportajit edhe i KTV-s, edhe i Nistenishit, edhe i bishim bashk në një ambient, në një event, në një ngjarje, si që shka qenë videofesti, krejt ftyrat, eminente, gazetarët, prezentus, krejt televizioneve. Edhe ka qenë me dërtet e bukur ajo kur ishish dy moderatorë të dy televizioneve të ndryshme, e bojshin njënëm ndajshin njënëm për çmimeve. Edhe ajo ka qenë një moment shumë e mirë me tregu realisht që pa marrë parasysh që na jemi konkurent, do me thonë ka diçka që na bashkan, edhe që kur jemi bashk, na muj me bos gjana dhe ma të mdhaja. Edhe njësoj e vlerësoja qatë qasje që kombri me ofru të televizionet që mos me qenë ajo një farë rivaliteti, edhe besom në një moment e kemi bo në KTV, mande e kemi bo në Stenish, por realisht neve e kemi pas supportin e gjithve që me të vërtet me funksionu, mu bo që ajo mramje gala e cila ka qenë kështu, hajde të themi, kogja atraktive, popullo e ka ndasht për një natë në vjetë, kretë këtyre njerëzve të cilët na arktojnë gjatë tanë vitit, me ja ushtrunit e pitë koq, me i trajtu pak, edhe gjithmonë për se cilin videofest na e kemi përqu ka një mesazh që ka qenë i rëndësishëm në atë kohë për shoqërinë tonë. Edhe faleminderit që na keni pru edhe që na keni sjellë një aktivitet tillë, sidomos për neve në atë kohë që kemi qenë ma të ri, ma të vegjël, kemi pa diçka ma ndryshe dhe kemi mësuar një format ma ndryshe të fol shqip, veç mas kjo. Edhe shofestin, edhe ajo ka qenë një festival, do më thonë, jemi të folë për një kohë e cila ka qenë me të vërtet e vështirë. Në tregu që me biznes fillut më ndej sa për me mbet në gjallë një kohë shumë të vështirë, po cila ishte ajo puna jote e parë pas televizionit edhe kur punon televizion njëhesh
shumë mirë, nihesh që po bëni kontribut shumë të madh edhe qysh ka për juve që ai ka përcimi. Po, unë kam qenë gazetare në një televizion, i cili ka qenë i vetmi, edhe realisht edhe një farë populariteti im edhe i kolegëve të mi kanë qenë kogja i madh. Unë i kom bodo emisione që bon përshtypje që ta shbon një ditë hypa në taksi edhe po më thot taksisti, Halinda i maj men edhe sot emisionet ritme rinore, do me thonë kjo pun 34-40 vjetë, 40 vjetë, tha i maj men për një, me kanë qenë pak se kanë qenë, s'ka pas tjera, realisht, edhe nuk kemi pas internet, po, nuk ka social pas, media. edhe s'ka pas, njështë e kanë përcjellë qatë televizion, edhe, do me thonë njeri 40 vjetë e majken men, ish moshatari imi, tha e majke men edhe ritme rinore dhe emisionet, interesant. Do më thonë, tash ti e mendojnë kur je re, e ki zgjedh një profesion, si unë që kom mendu. Edhe ki me mbetje. Po, edhe normal krejt orientimin edhe ngritjen edhe mendojnë që nuk kemi qenë gazetare. Unë e kom studiu, kam kry fakultetin ekonomik, për faktin se në atë kohë nuk ka pas fakultet gazetaris në Kosovë, në Universitet Prishtinës. Mundësia ishte ose me shku, unë e kom pas dy dilema, do isha me shku ose me studiu gazetarin, gazetaria ka qenë opcioni me shku në Universitet Sarajevës, ose me shku me studiu në Zagreb, ka qenë, unë jam gjenerata e pare programerave të Kosovës, ka qenë ide me shku me studiu ose kibernetik ose gazetari. Po unë vendosa për gazetari, mandin zdi, nuk vendosa mu largu, edhe thash qka, po fakulteti u tuk e mu kryt. Edhe vendosa me studiu fakultetin ekonomik, se unë e babin e kom pas një tër ekonomistat e parë në Kosovë, edhe e kryva fakultetin ekonomik, edhe thash unë e do të bëhem edhe gazetare ekonomis. Pse ju? Po. Edhe ka qena indikimi i prindit sigurisht në mu, fillova në 10-ën, për njëherë neven me armë na kanë zirë për televizionit, unë mbyll televizioni edhe faktikisht që ato, le që unë mbyll televizioni, po mbyllën edhe media tjera, edhe pse unë e kom bashkëpunu me disa media të shkrume në atë kohë, që kanë funksionu si paralele, edhe ti për njëherë, dhe më thonë, kretë andrat e tuja, edhe planifikimet e tuja, të shembën brenda natës. Më paston dikush 48 orë për para që ka mendodhë që ja, i kësha thonë libe që a e një të folë që është mundet më mshelë, një televizion. Mshelët. Ate, se në ndodhe një. Gjithçka po ndodhe, edhe të pap, diçka që kur se ki parashiku. Edhe, do më thonë, unë në ndërkohë e kom pas babi ka qenë drejtori Trepqës, ka qenë në grevën e minatorve, ka qenë i arestum, ka qenë 14 muaj në burg, si një ndër organizator të grevës, do më thonë, nana metet pa punë, babi burg, situata ermond ekonomike në Kosovë, unë e pa punë, edhe unë dhe vlau jam vendosim e qelim një dyqan të kozmetikës. Shesim me pakic produktet kozmetikës, e kemi pas një të fark një, se vlau jam veç pa të punu diqka si agent tregtar, edhe në rrugën për kodrën e trimave e adaptojmë një garazh. Gjithçka improvizume. Kreti improvizume. Televizioni ta ka mësu mirë improvizimin. Po, shumë bukur e do për atë kohë, a ka qenë kreti improvizim, një dollap i blerë në Lesnina me qeka atëherë, se të realisht nuk i pas as kapital, na kemi qenë sistem socialist, i adaptum për nevojat e dyqanit, me doraftet kuzhinave, me gjama, me një djalë tjerë zakonshëm, i cili e ban një korniz vitrinën e lokalit jashta krejt standardeve, edhe një luft me babën e ti që thëjke, no, nuk e ban kjo gjamin, nuk e ban që kjo korniz, e aji insistoj ke thëjke babë e ban, adhe, edhe ka qenë një dyqan kogja i bukur për atë ko, edhe unë e përfundoj mas një banaku me shit produktet kozmetikës, edhe ka
ka qenë prapë ajo një fillim i ri, po besa kogja traumatik për mu si personalitet. E kom pas vështirë me te i kalu atë fazë, nuk thom që ka qenë letë, por ajo të bënë ma të fort. Menoj që kri qëto, hajde themi, traumat, mu më kam pregadit për jetën shumë ma ndryshe, sepse herët e kom kuptu që krejt që ka vlen është në ty. Edhe që ti realisht këto gjanat materiale, pozicionet, puna, fama, janë kaluse dhe mundën më shduk brenda natës. Njësoj ka ndodhë me luftën, ma ndej. Dhe më thonë, krejt që ka është jeti, edhe ti qka ki mrenda. Po, qka ki mrenda, edhe kapaciteti jotë edhe mundësi tuja. Nëse ki bo diçka ki me bo pet. A dhe kërkur që ato së mënët me ti marë. Shtu që janë këto shkolla, pështire kom pas, pak të është, unë kom një moment kur kom përfundu mas banaku ditën e parë, kur e kom qenë dyqanin, do me thonë që nuk e haroj edhe sa herë më kujtur, e kom një far stresit mrenëshëm, po kom vazhdu. Vazhdojmë tutje. Me gjithat nuk je ndaj. Po, definitivisht. Mandej, kjo fusha e biznisit, mendoj që kjo veç ta ka përforcu edhe në projekte të radhës. Po, ti tash fillon me punu, unë e kom kry fakultetin ekonomik, po realisht ti të mësën jeta edhe puna, unë në qatë dyqan e kom mësu qka është furnizimi, vetë nuk kom pas mundësi me majtë, me pagu kontabilist, jo, vetë e kom majtë librat, në atë kohë ka qenë inflacioni shumë i madhë, edhe pse unë në fakultet kom mësu për inflacionin edhe për berzën, do me thonë, unë i kom pas aty afer markagjit, ju thojshim atëherë, do me thonë, i kom mësu që du të mi mshelë pare, që du të mi do me thonë, jeta të mësën, prej pastrimit dyqanit, që e kom mirë mbajt vetë, prej kontabilitetit, prej raportimit, prej furnizimit, normal, ka ndimu edhe vlau, do me thonë, krejt ti mësën gjatë kohës, edhe mandej lyp mundësi të reja, lyp opcione të reja. Në viteve të 90-ta, në qaj dyqani vogël i kozmetika Linda, që është të ka pasame, do me thonë, ka qenë një burim i egzistencës, jo veç për familjen tonë të ngusht, po dhe për familjen ma të gjanë, sepse kemi konë kur shumica për tëre kanë hu punën. Ajo që ka qenë interesant, ditëve të marte, kur është pazarën Prishtinë, unë s'di ma është pazarën Prishtinë ditën e martë. Po, besaj. Do me thonë, po atër ka qenë me të vërtet pazar me plot kuptimin e fjales, sepse vishin krejt fshatarët për krejt rrjedhit Prishtinës në treg, po edhe për rreth tregut. Se s'ka pas as qendra tregtare. Jo, s'ka pas qendra tregtare. Do me thonë, i ekspozojshin produktet e tyre. Edhe çka ndodh ke, unë të marteve para dite, kur që s'mësha me punu, se krejt para meje, u vendoshin fshatarët me thas, me produkte, me zene. Edhe, do me thonë, tash, ka dalë për e thash, unë e porim dyqanë, se kërkur s'pojnë, kritë po miren me spesa, pa të ligjona, tengjere, tomel, kës, që ka pa di une, produktet e tregut, edhe, atër, jeta të mësën, unë e shkova dhe e mora tavolinën që kemi pas për piknik me dalë, ashtu montuse, edhe e shfrytëzojsha që të martën me shit tengjere të vogla, e gjeta një furnizus, dikush që bike tengjere, dhe të martën para dite, unë nuk shitësha kozmetikë, se s'ke kërkosh në dyqan, po para dyqanit, në të trotuarin tem, unë e qitësha këta qatë tavolinën, babi, thash gjema tavolinën e shatorit që është montuse, me një mbulist bukur, i pa ta marrë disa prej një furnitori tengjeret të vogla të ndryshme, i qitësha para lokalit edhe i shqitësha tengjeret, sepse fshatarët i qitëshin produktet të tëne, dhe madhë ju vyshin naj tengjere, normal i ekspozoj shabukur, i dekoroj shabukur, se gjithmonë vynë me pas kreativitet, edhe nuk e kom pas problemat punë. Po menaj, që sot ka njerë, po shot rrit, hezitoj një, unë se bajat punë, unë se bajat punë. Në më thonë, unë e kom bërë kretë punë që ka është normali, që është ndershme dhe që tje profet. S'kom dash me poveç, kom bërë dhe punë që s'ka pas profet. Kom do mësaj diqka. Ade, në nashta mbynë, dikon. Po do me thonë, njeri duhet mi provu, edhe mi lyp mundësit. Kërkush nuk vjen në shpi me tonë, hajde
Hajde se ti e më e mira edhe për më tuash. Edhe gjithmonë bjen men një shprehje, gjysh jam ato që kur s'ki çka bën që luje derën. Edhe thosha, çka kjo ide me shku me luj derën? A dhe luje derën. Po luje derën, kjo është ideja dush me kon proaktiv, përpara s'kan ditë më shpreh. Se ti kur me bu me marr me luj derën, e lun derën, ti e çet derën pi bagllave. Domethënë del dera pi venit. Merre luje del pi venit. Kur del pi venit, për me kthy në vend, realisht ty të vyn edhe dikush me të ndihmu. Vet nuk mundesh me kthy çat derën me. Domethënë tash kjo është ajo interaktiviteti. Në shprehje popullore, ti dush dikon me e thirr, edhe mi thon, hajde një mam të qes derën në vend. Që domethënë ti je proaktiv dhe kërkon një ndihmë. Me bo që i kish tramu tu e livrit baglamën, dush me marra derë me qute mjeshtri. Po tash që kjo është që ajo, ti kur diçka ban, te mjeshtri mundesh me taku dikan, e kupton që ka nevojë për një punëtor, e shet, adin, domethënë që kjo është që ajo, mos rri, kur s'ki çka ban, luje derën. Edhe unë e kom pas qatë qasje, definitivisht, edhe në secilën mundësi, gjithkun kom lyp mundësi, nuk kom met me kozmetika linda, unë njëjtën kohë, jo marrë edhe me, kom shkryt për gazeta, mandi me shoqën teme Gjeraldinën e kemi qenë një salon të fustanave, kemi qenë fustana, kemi pa që ka nevoj. Mandi kom qenë lulishte, se kom pa që një qytet po zhvillohet, nuk ka lulishte, kanë qenë do të shtetit, të mshelën. Thjesht Prishtina s'kesh lulishte. Fakt është që nuk ka pas kulturë qatë shumë, po ka pas nevoj, ka pas njerëz që kanë pas nevoj për lule. Edhe mande e kom qilë që atë lulishte, mande e më shkoj kom marrë zanatin për atë lulishte. Për të më thonë, qaj proaktiviteti mendoj që ka qenë shumë i rëndësishëm të unë, edhe të bërit biznes të unë në rastin tim nuk ka qenë mu bo business woman, ose me qenë një afam. Ka qenë thjesht një rukëtim. E tash me kohë ti kur punon shumë, kur ki për kushtim, kur i punon gjanat me vullnet, ato zhvillohen. Unë e thamë, puna nuk hub kur, puna e qetë benefitin e vetë, që tojmë na beri qetin dikon. Edhe kështu që unë me kohë, kom vazhdu, kom punu, mande pas televizionit, jo më këthy në kompanin që e kemi pasën familje, buria më marrë me teknika, i ka punu në Bosnë, unë e kom fillu me punu në Kosovë, puna, dhe për njerë, na emi zhvillu, ka gja, në një moment, unë i kom pas pikat e shqitjes në krejt Kosovën, i kom pas për nga afër gati 100 punëtor, do me thonë, besom unë asë maj men qëtë punë. Unë veç kom punu, adin, edhe punën e ka ngrej. Pa ambicje që kom me qenë, që me thonë, një gru e sukseshme në biznes. Unë e kom punu për veti, për familjen teme, për me kriju vetit mundësi që me u marë me do punë që unë i kom dashtë. Që ajo kjo një pavarësia ime ekonomike, ka mundësu mu marë me basketball. Ka mundësu mu marë për qef me videofest. Ka mundësu mu marë me do aktivitetit mija, cilat në kushtet tjera nështë nuk isha mujtë bu marë. Do me thonë, biznesi më ka plëtsu për me mujtë mi kry, do punë tjera cilat kanë qenë të rëndësishme për mu si lindë. Të regu që keni pas në menagjem mbi 100 punojnës që janë një numër shumë i madhë, cilë ka qenë ajo shprehia e punës, nështë që je mundu mja u plasu aty nëse ato themi defektet cilat je mundu me i kuptu dhe me i përmirësu të ta? Ka pas unë kompanin e kom menagju si me qenë familja jeme. Besëm, ka pas shumë njerës të cilët eksperta, analista, kolegë, cilët ka thonë që kjo nuk në regullë. I konsideron të afer. Po, sepse edhe në, kushtimisht me thonë edhe në librat ekonomikës edhe të menagmentit edhe kom lexuar burime shumë, njerëzore. Do me thonë nuk preferohet kjo mënyrë e menagjimit. Po ka qenë zgjidhja eme, sepse unë jam di mirë. Edhe i ke besu intuitës. Unë jam di mirë, ka qenë shumë e rëndësishme që unë mund di mirë, edhe mendoj që nuk kom gabu, është do, sepse
nashta kjo që qenë ma e suksesshme me qenë ndryshe, po unë me këthy filmin mrapa nuk e kisha ndryshu. E kom pas një ekip shumë të mirë, kemi funksionu si një familje, kemi funksionu shumë në mënyrë transparente, se cili ka ditë përgjithësit e veta, po sigurisht se edhe une kom qenë gjithmonë me ta. E kom një farë anekdote me kolegët e mi, janë nisëm i bu vizit karta, te ju kështu e tash pozicioni, stafi, ky shef, ky departament, ky drejtar, ky ashtu, adin edhe shisha unë një farë kërkese të në me u, qësh me thonë, me u pozicionu. Me u pozicionu, ama ashtu zyrtarisht ata, se cili kishë përshkrimin e vendit punës, po erdi koha e menagjera dhe drejtora, menagjer për ato, menagjer për fotokopi që ka pas. Edhe tash, ndikua jo fara ambienti, ati, edhe i thash, krejt, s'ka problem, e zgjedhe, krejt i keni titujt, apo më këta, krejt u bunë menagjera, për furnizim, menagjer, për shritje, menagjer, për furnizim të zyres, menagjer, për këto drejtor, menagjer, i qkepa, unë drejtorat edhe menagjerat, krejt stafin. Edhe, tha, i shkova i porosita, kurse arroj ato vizit kartat, atëherë janë konë, i qkep se cili ka i qinë cupa, mirë shumë. Kujna i vike, kujna si vike. Edhe mledhëm që atë në zyre, tash, ja, ora atut, po. Tash, vish një sen të qartësojmë. Unë e kom punu me shumicë dhe me pakic, me pajisje elektronike. Edhe tash, të qartësojmë që tash, kur vjen kamioni, malli, kur vjen, drejtura, menagjerat poshtë, puna duhet mu kry. E bile bësh në gari, na dhe borë, tash dikush duhet me kry punës, ka lidhje menagjer, drejtar. Dhe më thonë, kom qenë me ta, kom qenë krejt fazën e punës, nuk kom hezitu asune me punu, bile ka njerë, më thonë, jo një më skap me baj të rënë, thëmë, jo, dejnë maqin teshave e baj se kam problem, dhe më thonë, qashtu e kom menagju kompaninë. Po thonë, ka qenë, po, kemi qenë një vërtet një familje dhe menoj që është okej, kjo është zgjedhje e imja. Për që ato ndërmarës je vendos vet, edhe të mirën edhe të keqen e ban vet, edhe kështu që nuk varësh për dikuj me të një kështu jo ashtu, unë e kom gjithë që atë mënyrë dhe jam okej me atë punë. Po si e rumë balancin mes të bërit shumë punë, të kujdesurit për gjithë, a ki ndo një moment kur edhe ti ke pas nevoj me undalë dhe me marrë pak ma shumë frymë? Balansi është shumë i rëndësishëm, do me thonë për me mujtë me funksionu, sepse puna si ndërmarse, puna private, do me thonë është nuk ka orar, definitivisht. Unë muj me thonë që kom punu edhe të shtuneve, ka ndodhë kom punu, ka ndalë punë edhe dileve, do me thonë që kjo problemi i orarit ka qenë kogja sfidus. Mu është dasht me eri djalin me qerdhe, po qerdhe s'kam punu mas orës 4. Do me thonë, është qashti organizimit edhe prioriteteve. Edhe unë kom lypë ndim. Definitivishtë unë jam njeri cila nuk kom hezitu, edhe unë edhe sot vazhdoj me lypë, se kom nevoj diçka me lypë ndim prej tafrëmve, prej redit, prej shoqnis, prej një kojshie, Edhe menoj që nuk o mare, kur sarë kom pas problem me menagjim të kohës, të familjes, djallit, do më kom lypë ndim, e kom gjetë ndimën, ma ka ndonë, tushë edhe me ditë me lypë, edhe i prioritetet, do më thonë i kom caktu gjithmonë prioritetet, në është tam ka me dosanet që ma shkurt kom qenë po shem, s'kom mujtë menaj si të shoqet mija që kanë pas, po menaj ka një mujtet, po menaj, po nuk mendoj që shumë gjana kom me të magu, edhe kur të bojt ashtë një rekapitulim, menoj që përcaktimi prioriteteve qarta një jetën time, edhe menagjimi kohës, ka qenë një virtyt e imi, edhe që atë pjesën e logistikës, kogja e kom pak si dhuntim, ma kam su jeta, që mos me hup ko pa lidhje. Folëm pra pak për menagjimin e kohës dhe për shumë fusha, po mundohem t'i prekim gjitha, keni dhe një kontribut shumë të madhë dhe në sport dhe në ndërkombëtarizimin e ti, që shpërfundove të ky pasionit e menagjimi
i klubit në sport? Basketbolli. Realisht unë sportin e kom dashur, si krejt, si trit, po nuk jo marrë diçka shumë profesionalisht me sport, basketbollin për një me shumë e kom dashur, edhe në kohën e Jugosllavisë, basketbolli ka qenë shumë i popularizum. Nuk kom pas gjatësi për mu marrë me lujt, po e kom përcjell me rregull, sidomos ka qenë koha kur ka lujt universiteti, unë e kom qenë atëherë studente, edhe Universiteti Karojke në ligën e partë të Jugosllavisë, shkojshim i këshyr të lojët në palestër me sport e ambienti perfekt. Dhe mandi mas luftës rasisht qëlloj shkoj me këshyr një ndeshje Prishtina Trepqa në salën i Tetori dhe aty unë isha me burin teme dhe pash që klubi basketbollistik Trepqa, edhe pse e luishin kupën e Kosovës që atë kishtin probleme financiare, veshjet e tyre sportive ishin shumë dopta në krahasim me Prishtinën, klubi qytetit, krye qytetit edhe, dhënë që aty e bojmë një komunikim me zyrtarët e klubit atëherë, edhe me idenë që me ja oble pajiset sportive. Shkoj atëra s'ka pasë në Kosovë, pa më ka mundësi nesër, vini me neve në Shkup, hajde një po ja oblejmë që ato pajisje, edhe që aty ka qenë një farë momenti kur fillojmë u lidh me klubin, mandej unë shkojmë ja uqua ato parisje, mandej ndigjojnë historie probleme që i kishin, mandej probleme menaxhim, prandej jo kjo mungon, jo kjo nuk ka rregull, jo ajo, veç kur e shohën e vetën, tu marë me klubin basketbollistik Trepqa mashkujt, da me thonë. Edhe ajo është një fazë shumë interesante, sepse na me prejardhje vim prej Mitrovicës, edhe nana edhe babi im, edhe realisht një farë lidhje me Mitrovicën e kemi pas gjithmonë, familjen e kemi pas të dy familjet atje, edhe Mitrovica e pagujke një çmim shumë të madh të ndamjes, qytetit, atmosfera, qyteti varfër, edhe ishte një dritë në tunel që e klubi basketbollit, i cili me të vërtet ishte i suksesshëm. Edhe ndeshjet e Trepqës në Mitrovic kanë qenë frymojke qyteti për atë klub. Edhe e mendoj që njësoj është një fazë shumë e bukur kur ti e jep një kontribut në klub edhe e ban mundi mirë një qyteti tonë. Edhe po mu patën bo si familje dhe ata, që të isha unë një djale kam, të mu bërën 15 djema, të u marë me ta, në atë qastjen jo veç si sponzore dhe si drejtoresh e klubit, po edhe si non, edhe si motër, edhe tu jaudit problemet, edhe tu shqetsu për naj të lashet tëne, jo e la femna, jo sekretari, jo, po mënaj, jo sarë trening se është mërzeqëm, jo, apo më dajnë, I ke mirë poptun se cilën pik. Po, plus ata lojtarët e huj që na patënar dhe atëherë, u duke mu marë edhe me karakteret e tyre, kurse haroje kemi pas një Hashim Sima, ose cili mendoj që s'ka me pas lojtarë, që asit mirë në Kosovë, ligë tonë, pa i ka qenë pak si fëmija, ashtu adin, ja pas do momente, edhe unë ja gjeta, aju të të kepi gruz vetë shumë. E që ashtu të qysh pi muhabetit e kuptova që, edhe më thirëshem të ishin Hashimi s'po vjen trening. Po, mirë shumë edhe Shakiri, Mitrovic, isha shkojsha të Hashimi, në do më banis, e përshra, po që është më ndalë trening, ju s'po mujë si o mira në kënej, veç ja bëjsa, ko me thirë gjenin, ja paguj biletën e aeroplanit, e ka me arë këtu. E që me ke, no, ma të lutëm, veç gjatë gjenin më së derë, më së kalëzar, që s'po shtraj. Po du më thonë, ka qenë moment interesant. Në gjdo punë edhe me gjdo bashkëpunëtor kemi karaktere ndryshme, cili është ajo këshilla juj, si mundemi nami menagju qëto karaktere të ndryshme edhe në anën tjetër me u përshtat në sjellje në raport me se cilin? Zakonisht problem, po mënoj, kur senet shkojnë rregull, edhe, të më thonë, po shkojnë mirë edhe përshtatja dhe s'ka nevojë, gjithë kush e respekton identitetin edhe pozicionin e tjetër kuj. Problemet nisin momente kur diçka nuk funksionan, kur diçka del prej kontrollit. Unë gjithmonë stafit tim, kolegëve, po dhe shoqënis, gjithmonë ju thomë, reagimi juj duhet me qenë në përputhje me qysh kishit
përjetu ju me ju ndodhë që ajo juve. Do më thonë me uvnu në pozitën me i vesh kpucat e tjetrit. Po, me që ajo. Edhe mendoj që ajo funksionon, edhe në biznes, edhe në raport me klienta, edhe në raport me shoqni, me familje, me krejt. Gjithmonë duhet nuk qatëherë, kur reagoni, ashtu që kishit prit, ishit vendosëri në kpucat e tjetrit, sigurisht se nuk ka bani. Edhe kjo është një rregull se është lehtë me eskalu, është lehtë mos me komuniku, është lehtë me ofendu, është lehtë me paragjyku. Po, mendoj se që kjo na bën qenie njerëzore. Edhe nëse arrim me reagu në këtë mënyrë, gabimet kanë me qenë minimale. Po thom që s'kanë me qenë, po kanë me qenë minimale. Edhe mendoj që unë e kom kultivu këto shumë edhe në kompani, shpesh herë në dyqan, ti ki pun me pale dhe vike dikush edhe normal, qitë ke adin, që tu jem na qikarma, edhe shisha unë e punëtor të mi, u stresojshin adin, që si rastë, mas pare klienti ka gjithmonë drejt. Edhe dyta, i thësha, menoni si aj, pse aj po fuq ashtu, të mundon e ka përjetu diqka, po ju gabime ka, po ka dale, adin, mundoni me ja spjegu, edhe me këqyr prej perceptimi ti, për prizmi ti, aj peshe ndryshe. Edhe menoj që kjo vlen edhe në jetë. Vlen edhe në jetë edhe realisht njeriu duhet pak me pas një mas. Fjallën e fundit definitivisht në duhet me thonë të parën. Ka kohë me thonë fjallën e fundit. Duhet me ljonë kohë dhe hapësirë për fjallën e fundit. Sa e mirë kjo. Gjithmonë mundohemi me gjetë një mes në çdo fush, edhe faleminderit për këtë këshill, besoj që kam ju shërby shumë trive. Qysh po e sheh Linda gjeneratën e re, kemi një njerëz shumë inovator, shumë të aftë për teknologjinë, kanë të mirat dhe të këqijat e tyre, po cila është këshilla juaj për ta? Unë menoj që janë fantastik. Nuk pajtohna me kritikat edhe komentet e gjeneratave time edhe adin që këta trit mas, jo, s'po punojnë që shkena pununa. Po punojnë ashta ma menqër. Jo, unë mendoj se cila kohë i ka kërkesat edhe nevojat e veta. Ne kemi pagu si gjenerat një çmim të një kohë tranzicionit të pamshirshëm, edhe ne është dash me funksionu që ashtu, s'ka pas ndryshe. Tash mu po m'pëlqen gjenerata e re, sepse sakt i din çka po dojnë, qysh po dojnë, ku i kanë ambicjet, cilat janë kërkesat e tëne, edhe ajo që nështë për mu, kisha mujt me ju thonë, është veç edhe një përkushtim matë madhë. Se unë e shoh që punën e bojnë, po nështë nevojitet edhe pak me rritë përkushtimin, sepse disa gjana në shoqërinë tonë nuk janë të nënkuptueshme. Do me thonë, e krymë punën, po bën edhe që atë hapë vërtetoa u kry mirë. Që kjo një vrejtje ime ashtu me thonë generale, edhe pse nuk vlen për krejt, po më pëlqen, edhe pse në një vend në zhvillim e sipër, në një vend relativisht varfër, në një vend me shumë telashe dhe probleme, na kemi një rinije e cila hec me hapin e kohës. E ka shfrytzu për parësit e të jetuarin në kohën e digitalizimit, e ka shfrytzu maksimalisht potencialin që e ka dhonë interneti, puna online, networkingu në përmjet rjetëve, në përmjet dhe kjo është e mirë, kjo tregon një shpirt ndërmarrësie të rinjve, të cilët shumë shtetet zhvilluara nuk e kanë. Ata kanë programe të veçanta për me mobilizu të rritë për ndërmarrësi. Kështu që unë jam e kënaqur, mu më fascinuin, unë veç jam e dëshpru me pak që ambienti të bërit biznes, nga ata që janë të obligum, po foli prej qeveritarve, prej institucioneve të vendit me e zhvillu këtë ambientet të bërit biznes, që këta me pas edhe ma lit, nuk janë të e bo punën e duhur, edhe që kanë të lashe, pa pas nevoj mi po të lashe. Se do gjana kemi pas obligim në asë shoqëri, me ja u letësu gjeneratave të reja, të cilat na i këshim pas me bërgjmi të i kalu, po falë kushtëve dhe rrethanave në të cilat e kemi zhvillu biznesin edhe ambientin e të biznesit në Kosovë.
Po du më lidhju e keni edhe djalin në një rol udhëheq, sa dallon leadershipi juaj, ose a ka pas nevojë, a bjen ndesh kjo, apo cilat janë këshillat që ju ja keni dhënë? Ka leadership të ndryshëm, ndryshon definitivisht, ata Roberti ka një qasje pak më ndryshe, që unë shumë e respektoj sepse ai është tash, domethënë, mendoj që ai e din më së miri cilin leadership ka nevojë me e promovu. I shoh disa elemente që kanë ndoshta influencë prej meje, më vjen mirë kur i shoh, me tregu drejtën, sepse secila nanë, secili prind ka qef fëmijët me trashëgu diçka, po është ma ndryshe, edhe është normali me qenë ma ndryshe. Do shta mund do njerë më duket e çuditshme nga perceptimi im, po unë jam asaj natyre, unë muj me komentu, se me foli, me komentu, po jo me insistu që me ndryshu, po me dhoni vrojtim timin, edhe në qësi raste kur ka në ndryshimi cili, nështë unë e qështu ze kësha bu. Po e respektoj, tek e fundit është vendimarrja të i. Është rëndësishme edhe në çdo raporte profesionale, raportet sidomos prindrore, të mos jenë insistuese, të jenë këshilluese, por jo insistuese, sepse shpesh shohim edhe tri që kanë influenca të tilla familjare, qoftë edhe në zgjidhjen e profesionit. A di qysh, unë mendoj që prind kanë obligim me fol. Unë e tham, edhe kjo mos më ju thon kur gjuh, nuk pajtona. Domethënë, jo s'bën çka do vet. Unë për veti gjithmonë si natyre kam, unë edhe jo djali tem, po edhe një vajzës kojshive, nëse shoh diçka i thom, na të kallzoj diçka, adin e kam natyrën që shto, unë flas, e jap mendimin, edhe këtu është prapë edhe deri te qasja, nuk i thom unë me urdhres, i thom, kom vrej diçka, po më duket që nuk është në rregull, provo që shtu se nashta del ma mirë. Nuk është e imja, unë e kom qatë natyrë, unë e foli. Adin, kur shoh diçka, unë e foli. Edhe, domethënë, unë e vazhdoj me folje, edhe djalit tem, edhe nusës tem, i thomë që kjo, qështu, po jo me imponu, një vrojtim, një sugjerim, një këshill, një analizë, unë e baj. Ka shu që që pëtojnë, Brelin, mës ju falë, heq mës ju falë, ja, unë e foli, mës mojnë pa folë. Po nështë ta njerëzit, mas një kohë, vinë edhe të falenderoj. Thomë në foli njerëzve, po është çështje individuale, është çështje individuale. Unë për veti, gjatë gjithë kohës, kom vendosur komunikim edhe kom shpreh, mendoj që është normale njeri me shpreh një mendim. Edhe nana eme ka shpreh mendimin, unë jom pajtu në erë ose si jom pajtu. Po mirë është me ndigju që atë mendim. Të ke fundit, njerëz për çka bujnë tash brainstorm, organizohen tavolina, ullen, e merë mendimin ati, po merë edhe mendimin e nonës e të babës së zbot, kja meti, ti mos e implementon, ashtë ata e kanë gabim, është ndryshimi gjeneratave, jo janë ndryshimi të kohës, kemi një bot krejt tjetër, edhe kjo është diçka, na po jetojmë në një bot, në një kohë të inteligencës artificiale, kur gjanat po ndryshojnë radikalisht edhe shumë shpejt, trit pe kapin ma herët, neve na vinë është pak ma shumë kohë, kështu që po mendimin duhet me thonë. Pse jo? Kur si dihet? Lina, faleminderit shumë për gjitha këto mendime edhe gjitha këto këshilla dhe përvojën që ndave sot këtu. Unë u frymëzova shumë edhe besoj që gjitha ata që na dëgjojnë kanë me mësu prej gjitha këtyre copëzave që na u mundu mi sjell si një mozaik në podcast. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi edhe për mua.